Dje solemnisht para shumë mysafirëve u bë hapja ordinancës logopedike Dritëza në Prizren, ku themeluesja e kësaj ordinance, logopedja e mirënjohur Leurita Morina Hoxha dhe asistenti psikologjisë Emir Hoxha, ku sipas logopedes Leurita Morina Hoxha, qëllimi kryesor i ordinancës Dritëza është ofrimi i shërbimeve sa më cilësore duke filluar nga këto shërbime logopedike, siç janë terapia e artikulimit, vonesa gjuhësore, belbëzimi, trajtimi i çrregullimeve neurozhvillimore, autizmi, apraksia të folurit dhe dispraksia, ku të gjitha këto shërbime ofrohen përmes metodave duke u bazuar në shkencë, u shpreh logopedja Morina. Leurita Morina, logopede, jam themeluese tashmë e ordinancës Dritëza. Qëllimi kryesor i ordinancës Dritëza është mbështetja, është ofrimi i shërbimeve sa më cilësore, me metoda duke u bazuar në shkencë, me çështje të ndryshme, të cilën kanë për qëllim edhe kanë si vizion mbështetjen edhe përmirësimin e rasteve me nevoja të veçanta, rasteve që kanë probleme në të folur, në pjesën e komunikimit, duke përfshirë belgëzimin, duke përfshirë vështirësi në artikulim, pas raste me çrregullime neurozhvillimore që përfshin autizmin, që përfshin ADHD-n, ku qëllimi kryesor i jonë është të jemi një shpresë dhe t'japim dritë të vogël tek ata fëmijë, tek ata në klientë të cilat do t'jenë pjesë e ordinancës sonë, duke dhënë maksimumin edhe duke dhënë përkushtimin tepër të madh që t'jenë të suksesshëm rastet, edhe kur rastet janë dalin të suksesshëm nga ne, edhe ne jemi të kënaqur edhe arrim sukses edhe aq më tepër na japi motiv. Sipas logopedës Leurita Morina, qëllimi jon kryesor është që të jemi një shpresë dhe të japim një dritë të vogël tek ata fëmijë dhe klient do të jenë pjesë e ordinancës sonë. Ne ofrojmë shërbime logopedike që kanë për qëllim përmirësimin, mbështetjen e rasteve siç janë me belbëzim, raste me çrregullime ekspresive, çrregullime receptive, të gjuhës receptive, gjithashtu çrregullime që përfshin spektrin e autizmit, në aspektin logopedik edhe të komunikimit, çrregullimet siç është ADHD-ja, apraksi, dispraksi, disleksi, vështirësi në lexim edhe në shkrim. Derisa Emir Hoxha, asistent i psikologjisë në këtë ordinancë, ka folur për rolin e tij, duke theksuar se roli i tij është një mbështetje procesit të vlerësimit dhe zhvillimit të shërbimeve psikologjike, po ashtu ndihmon në organizimin e seancave dhe bashkëpunon me profesionistë që klientët të ndihen të qetë dhe të informuar. Jam Emir Hoxha, asistent i psikologjisë në ordinancën Dritëza. Sot jemi shumë të lumtur që po hapim një hapësirë të re për profesionale dhe të sigurt për individët dhe familjet që kanë nevojë për mbështetje. Roli im i asistimit në ordinancën Dritëza e mbështet procesin e vlerësimit dhe zhvillimit të shërbimeve psikologjike. Unë ndihmoj në organizimin e seancave, bashkëpunim me profesionistë tanë dhe të kujdesshëm që klientët të ndihen të qetë dhe të informuar. Puna ime fokusohet në mirëqenien emocionale dhe zhvillimin pozitiv të fëmijët dhe të rriturit. Në Prizren ka shumë familje që kërkojnë shërbime profesionale dhe qasje moderne. Ne jemi këtu për të ofruar ndihmë, qartësi dhe mbështetje për çdo person që ka nevojë për mbështetjen tonë. Kjo ordinancë është pajisur me të gjitha mjetet dhe aparaturat e nevojshme logopedike për organizimin e seancave të ndryshme. Ordinanca logopedike Dritëza gjendet në ndërtesën e Fat Group numër 5 dhe numrat kontaktues të kësaj ordinance janë +33 43
806 506, Instagram Viz Dritëza apo në Facebook Ordinanca Logopedike Dritëza dhe në email adresën ordinancadritëza@gmail.com. Të pranishmit në këtë event ishte një numër i madh i të ftuarve, të cilët u shprehen mjaft mirënjohës dhe ishte një ordinancë e nevojshme për qytetarët e Prizrenit.